Qyteti i njohur për luksin dhe turizmin masiv, Dubai po përjeton një nga periodat më të vështira në historinë e tij, teksa përplasjet në linjën e mesme kanë goditur drejt për drejt ekonominë dhe jetën e përditshme në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas Daily Mail, pas përshkallëzimit të konfliktit rreth Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, Dubai është përfshirë në një val largimesh masive të turistëve dhe biznesmenëve të huaj. Frika se qyteti mund të jetë objektivi i sulmeve me raketa apo dron ka shkaktuar paralizë të menjëhershme të aktivitetit ekonomik, duke i kushtuar ekonomisë lokale deri në 540 milionë euro në ditë. Aeroporti i Dubait, diku një nga më të ngarkuarit në botë për fluturime ndërkombëtare, sot funksionon me kapacitete minimale. Hotelet luksoze, resortet dhe restorantet janë pothuajse bosh, ndërsa shumë prej tyre kanë mbyllur dyert. Vetëm gjatë javës së fundit, 7 hotele me 5 yje e kanë pezulluar aktivitetin, duke lënë pa punë qindra punonjës ose duke i dërguar në leje pa pagesë. Megjithatë, autoritetet lokale dhe kompanitë e mëdha shmangin ta lidhin hapur krizën me luftën, duke përdorur justifikime si rinovime apo përmirësime, ndërkohë realiteti në terren është krejt ndryshe. Zonat turistike dhe qendrat historike janë bosh, ndërsa të ardhurat e vetme për bizneset e hapura vijnë nga banorët lokal që përfitojnë nga rënja drastike e çmimeve. Situata është edhe më dramatike për punëtorët emigrant, të cilët përbën deri në 90% të popullsisë së Dubait. Ndryshe nga turistët dhe të pasturit që u larguan menjëherë, mijëra punëtorë nga Azia kanë mbetur pa të ardhura dhe pa mundësi për të kthyer në vendet e tyre. Shumë prej tyre jetojnë në kushte të vështira, ndërsa humbja e punës ka shkaktuar pasoja zinxhir në familje. Paralelisht me krizën ekonomike dhe sociale, autoritetet kanë vendosur masa të repta censurimi, duke ndaluar publikimin e pamjeve apo informacioneve mbi dëmet e shkaktuara nga sulmet. Shkelja e këtyre rregullave mund të dënohet në burg dhe gjoba të larta, ndërsa frika nga survejimi ka ndikuar edhe në komunikimin e përditshëm të banorëve. Në këto kushte, perspektiva për rimëkëmbjen e Dubait mbetet e pasigurt, ndërsa shpresa e vetme lidhet me një ulje të tensioneve dhe arritjen e një marrëveshjeje paqeje afatgjatë në rajon.